Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilma. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Të nderuar shikues, shfrytëzoj rastin që t'ua bëj për hajër muajin e Kur'anit, muajin e dilërsimit të shpirtit, muajin e mirësive dhe bekative dhe muajin e faljes së mëkateve tona. Ramazani është një mysafir i veçantë që nuk vjen për të na lodhur trupin ton, por për të shëruar shpirtin. Ai nuk na mëson vetëm si të përmbahemi nga ushqimi, por si të përmbahemi nga gjithçka që e ndodh zemrën dhe shpirtin ton dhe e ndërson e rëson ndërgjegjen tonë. Ramazani është një shkollë edukimi, stacion pastrimi dhe mundësi shpëtimi për çdo që e kupton mesazhin e tij të vërtet. Pra, pse Ramazani nuk është vetëm uri? Sepse Allahu xhaleshanuhu në ajetin që e citova në fillim thot: O besimtar, ju është bërë obligim agjerimi, ashtu siç u është bërë obligim edhe i atyre para jush që të bëheni të devotshëm. Pra, përfundimi i këtij ajeti na tregon se Ramazani nuk është pra vetëm uri, po është devotshmëri. Qëllimi i agjerimit nuk është pra uria, po është devotshmëria. Uria është vetëm mjeti, ndërsa dëlërsimi i shpirtit ose pastrimi i shpirtit është qëllimi kryesor i agjerimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: sa agjerues ka që nga agjerimi i tij nuk fiton gjë tjetër përveç urisë dhe etjes. Nëse Ramazani na kalon pa ndryshuar sjelljen, gjuhën dhe zemrën, atëherë kemi agjeruar me trup, po jo me shpirtin ton. Ibn Rejebi thot: agjerimi nuk është vetëm lënia e ushqimit dhe pijes, por lënia e gjunoheve, dhe shton se Ramazani është mundësi për të thyer epshin, nefsin, sepse nefsi forcohet me ushqim, ndërsa dobësohet me agjerim. Kur dobësohet nefsi, zemra forcohet edhe më shumë. Si ndikon agjerimi në karakterin ton? Agjerimi e mëson dërimin, e forcon vetë kontrollin, e zbut zemrën, e qetëson shpirtin. Pejgamberi i Allahu sallallahu alaihi wasallam thot: "Es-sawmu junne", agjerimi është mburoj. Mburoj nga zemrimi, mburoj nga epshi, mburoj nga fjalët e rënda dhe reagimet e pa menduara. Kur agjeruesi provokohet dhe thot: "Unë jam agjerues", ai nuk po mbron vetëm agjerimin, por po edukon karakterin e tij. Pra, ne si agjerues, ne e kemi atë vetë kontrollin që e përfitojmë nga agjerimi, sepse një njeri që të ofendon gjatë agjerimit, pejgamberi alayhis salam na mësoi se na duhet të thojmë: unë jam agjerues. Unë nuk ta kthej me të njëjtën fjalë që ma ke kthyer mua,
por nuk të ofendoj. Kjo na tregon se na e përmbajmë veten tonë, e kontrollojmë veten tonë. Ne jemi më shumë durimtar se sa jashtë Ramazanit. Pra, neve në Ramazan në zbutet zemra dhe gjuhët e tona e thojnë vetëm se një fjalë, unë jam agjerues. Rreziku i agjerimit vetëm fizik. Një nga rreziqet më të mëdha është agjerimi pa moral. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paralajmëron nëse dikush të shan ose të ofendon, le të thot unë jam agjerues. Pra, këtë që e them edhe më herët. Pra, agjerimi pa ndalim të gjuhës, agjerimi me përgojim, agjerimi me urrejtje në zemër. Kjo është agjerim që lodh trupin ton, por nuk pastron shpirtin ton. Pra pam se gjuhët e tona duhet të jenë të kujdesura, që mos të përgojojmë, mos të ofendojmë, mos të shajmë, agjerimin mos ta bëjmë me urrejtje me zemër, po ta pastrojmë pra zemrën tonë, të ndikon agjerimi në pastrimin e zemrave tona. Roli i netëve të Ramazanit. Netët e Ramazanit janë të tilla që ne duhet t'i mbushim edhe ato me obligime. Pra, muaji i Ramazan nuk është vetëm dita e Ramazanit, nuk është vetëm ato orë që ne duhet të agjerojmë, po muaji i Ramazanit i përfshin edhe ditën, pra edhe natën. Netët e Ramazanit duhen të jenë për ne afrim me Allahun xhaleshanuhu, sepse nata është më e qetë dhe na kemi kohë që të afrohemi edhe më shumë me Allahun dhul xhelal. Netët pra janë faljeje të gjunoheve tona, net dilërsimi të thellë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Men qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush i fal netët e Ramazanit me besim dhe duke shpresu në shpërblim, i falen mëkatet e mëparshme. Kulmi i ketë këtyre netëve është nata më me vlerë, nata e Kadrit, për të cilën Allahu dhul xhelal thot: "Lejletul Qadri khairum min elfi shahr." Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Çka kuptojmë nga këto ajete dhe hadithe? Kush e hum shpirtërisht natën, e hum thesarin e tër Ramazanit. Sadakaja dhe pastrimi i zemrës. Sadakaja është ilaç për zemrën. Allahu dhul xhelal në surën At-Tauba thot: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Merr prej pasurisë së tyre sadaka, që ti pastrosh dhe ti dëlirësosh ata. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në Ramazan ishte më bujari ndër gjithë sahabit dhe gjithë ata që jetonin me të. Pra, kjo na mëson që ne gjatë ditëve të Ramazanit dhe natëve të Ramazanit të jemi më bëmirësa dhe bujaria jon mos të ngele vetëm duke i ndihmu dikuj me të holla, me pasuri, me iftare, me sifire, po të jemi bujar edhe në fjalorin ton, pra t'ja afrojmë njerëzit më afër neve, duke ju dhuru dhe ju shpreh dashuri të gjithve, duke fillu nga familjet e tona, e pastaj edhe me shoqërinë që kemi me kujshi dhe me xhamatet tona. Pra, një sadaka e dhon fsheh urazi, pastron zemrën më shumë se sa shumë fjalë të bukura. Të mundohemi që këtë moto ta kemi në mendjen tonë, që të kujdesemi sa më shumë dhe të mundohemi që mos të lëm asnjë njeri të uritur. Vetë Ramazani, qëllimi i Ramazanit është se neve na kujton ato që kanë nevojë për ushqim dhe pije. Pra, edhe të mundohemi që tanë Ramazanin mos të ketë dikush nevojë që ta shtrin dorën e vet
që t'ju çon diçka pra familjarëve të vet, fëmijëve të vet, pra të mundohemi që ne t'i zbulojmë ato që kanë nevojë edhe jo mos t'i lejojmë që ato ta shtrinë dorën e tyre në këto ditë dhe net të bekuara të Ramazanit. Si ta shfrytëzojmë çdo ditë të Ramazanit? Çdo ditë e Ramazanit është një mundësi për pendim, është një mundësi për lutje, është një mundësi për të lexuar fjalët e Allahu xhaleshanuhu pra Kur'anin famëlar dhe për të bërë pra vepra të mira. Është mirë që ne edhe para Ramazanit ta përgatisim veten me pendim ndaj Allahu xhaleshanuhu, që çdo vepër pastaj të bie dhe të ngulitet në zemrat tona, edhe lutjet e tona drejtuar Allahu xhaleshanuhu të jenë të sinqerta, të dalin nga zemrat e tona. Po edhe kur të lexojmë Kur'an, të lexojmë duke na shkuar në mendje se ai i pari që na ndëgjon, duke lexuar Kur'anin e Kerim është vetë Allahu xhaleshanuhu, pra ai na ndëgjon dhe na ndëgjojnë edhe të tjerat. Të mundohemi që t'ja japim hakun leximit të fjalës së Allahu xhaleshanuhu, duke medituar edhe në ajetet kuranore. Një program thjesht ditor që është mirë ta kemi secili është të kemi një jetë të sinqertë në sifir, ruajtja e gjuhës gjatë ditës dhe natës, në një faqe më së paku pra të lexohet nga Kurani fisnik, një vepër e mirë, qoftë ajo sadaka, fjalë e mirë, ose duke ja fal dikujt ndonjë padrejti që ta ka bën, dhe duke bën istikfar para iftarit, para se me çel iftar, pra të kemi disa minuta para iftarit të jemi të lirë që ne ta përkujtojmë Allahun xhaleshanuhu, pikë pari ta falenderojmë që na i ka mësuar Allahu xhaleshanuhu me agjëru, e pastaj të bëjmë istikfar tek ai dhe ta fitojmë pra shpërblimet e Allahu xhaleshanuhu. Pejgamberi alayhis salam përfund thot, veprat më të dashura tek Allahu dhul xhelal janë ato të vazhdueshme edhe nëse janë të pakta. Përfund lutim Allahun xhaleshanuhu që të gjitha veprat e mira që i bëjmë brenda ditës dhe natës ti pranon Allahu xhaleshanuhu. Allahu na bëf prej atyre që dalin nga Ramazani më të pastër se sa kur hin në te. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.